E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tyrona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar një lajm që qarkullon lart dhe poshtë, një lajm jo zyrtar. Tensione të krijuara mes Mirit, fansave të Mirit, fansave të Selinës, familjarëve të tyre, deklaratave të fuqishme kundërdrejt njëri tjetrit, një marrëdhënie që në fakt u përfol si një marrëdhënie dashurie dhe në fakt e tillë dukeshte si një marrëdhënie dashurie, kanë ngritur në këmbë të gjithë popullin shqiptar. Dhe së fundmi fansat komentojnë që babai i Selinës pas ka ngritur një padi kundër drejt Mirit për shpifjet që mundohet të bëj kundër drejt vajzës së tij, këtu përfshirë edhe Rogertin. Tani, mua më kanë ardhur shumë mesazhe për këtë gjë dhe unë më besoni që jam interesuar. Jam interesuar aq shumë sa që kam prekur deri te miqtë të familjarëve të këtyre. Nuk ka njeri që ka dieni për një padi të ngritur. Dhe unë mendoj që nëse situata shkon deri në padi, atëherë këtu nuk është Big Brother i brenda shtëpisë, atëherë Big Brother i është jashtë shtëpisë. Do të thënë problemi kalon edhe tek familjarët, edhe pse ka kaluar. Mos ndërhyrja e produksionit deri në këtë pikë të lojës e bën që familjarët të jenë të irrituar dhe ta përjetojnë shumë më shumë se sa e përjetojnë banorët brenda. Tani, Big Brother ka një lloj logjike dhe besoj që familjarët duhet ta kenë këtë logjikën. Banorët i krijojnë edhe tensionet ndonjëherë edhe me kastile, vetëm e vetëm që të dalin sa më shumë në prime. Të dalurit në prime për banorët është shumë e rëndësishme. Është gjëja më e rëndësishme që mund të ndodhen. Dhe kështu që këto banorë e kanë me patjetër që edhe të grinden, edhe të ofendojnë, edhe të inskenojnë situata, edhe të ndjehen të thyer shpirtërisht, edhe të qajnë, sepse aty ato janë të izoluar dhe do të thënë ato luftojnë me emocionet e tyre, luftojnë me vërtetësinë e tyre dhe njohin një pjesë tjetër të vetes që realisht nuk e kanë njohur më herët. Do të thënë, nuk është i vërtet lajmi dhe nuk ka asnjë lloj burim zyrtar që babai i Selin ka bërë një denoncim kundër drejt Mirit apo kundër drejt Rogertit për gjuhën e përdorur brenda asaj shtëpie. Derisa ato janë në Big Brother, unë jam shumë i bindur që prindërit nuk përfshihen deri në këto detaje dhe uroj që të mos t'i marrin kaq për zemër, sepse në momentin që loja mbaron, ato do futen në studion e madhe dhe do të thonë e gjitha ishte për lojë. Tani ne nuk mundemi të themi sa e sinqert është Selin, nuk mundemi të themi sa i sinqert është Rogerti, sepse vetë gruaja e Rogertit e pranoi që ky nuk është Rogerti ka marrur një maskë dhe ka hyrë brenda asaj shtëpie. Dhe kjo do me thënë është ai sekreti që e bën Big Brotherin edhe më interesant, por për të qetësuar publikun, sepse e shikoj që kanë filluar me shumë agresion të flasin në rrjetet sociale, nuk ekziston një denoncim i këtillë.